Nuk është e lehtë të gjesh një grua që të përshtatet me fëmijët e tu, po dhe ai ka pas nderin dhe fatin të takoj një person si që është njerka ime. Realisht, unë si kam thonë asoj asnjëherë nën, sepse nuk më ka detyruar që unë nuk e kam ndjeta t'ja them, sepse unë e thirr zemër dritë çdo herë, sepse fjala njerëk nuk më duket që është për të, sepse realisht është shumë e mirë, nuk po them vetëm kështu, po me pas mundësi me taku çdo kush do kishte mendimet e mia, dhe realisht meriton ajo emrin dhe vetëm një gjë më pengon që s'kam që është tamam biologjike imja. Bile se mbaj mend një kujtim që se harroj kur, ka qenë festa abetare, sepse unë filloren e kam kryer në Kosovë. Ka qenë festa abetare dhe kur erdhi ajo nga Suedia, unë mbaja gjithmonë flokë të shkurta, si qonë. Dhe ajo tha që do mi riste flok dhe mbaj mend që mi lidhi 2 pkika, ishte një fustan i verdh me 4 orë gjelbërt dhe një majice kështu dhe mbleo ca gjona që dukem tamam gocë në festën abetares dhe aty ka qenë hera e parë që kam pas klikën me të dhe realisht e mbaj mend sikur sot dhe më emocion shumë ai moment. Nga Suedia, njerka e saj i dërgoi një letër plot emocione të bukura, të cilat u përcallën me shumë lot. Po shoh që kam një letër dhe e di që nëse kish pas mundësi do kishte ardhur, por punon shumë dhe pas ka shkruar një letër për mua. Letër për netën time. Ndjes, nëse s'm kuptoni. Të kam ëndruar gjithmonë se si do bësh kur të rritesh. Ja të kisha një vajzë, një shoqëruse, një shoqe gjithë kohërat e Zoti më dhuroi ty. Tani që u rrite, për një botën, kur më ke afër fizikisht bëj zgjidhjet tua. Por dije bija ime se unë do jem gjithmonë këtu duke uruar lumturinë tënde, të jem për kraja jote, e kur të jesh larg meje mos harro gjithë ato që të kam mësuar, asnjëherë mos e shkëmb ndeshmërinë tënde me asnjë para, më beso nuk ka vlerë më të madhe se sa të jesh në paqe me veten, dhe këtë e di, unë jam person shumë e vështirë dhe nuk fali, dhe kjo e di, por gjithmonë jam jam e drejtë dhe jam person që nuk më interesojnë se çfarë mendojnë njerëzit tjerë dhe realisht kur unë largohem nga ty për një lloj gjëje s'ka rëndësi të vogël atë madhe, i bie që më ke lëndu dhe nuk du ta fal. Dhe kur të rrëzohesh, mos prit që dikush të mbaj dorën përveç familjes dhe kjo ma ka mësu këtë gjë dhe jam realisht që krenare që kam afër. Ngriu, vazhdo përpara, kur mos e humb besimin, gjithmonë merr Zotin në zemrën tënde, sepse ai do të uzoj dhe do të mbrojë më së miri për gjithë jetën tënde, dhe ti e di se të dua shumë neta ime. Unë e di që ajo nuk do shoh asnjëherë të çaj dhe është një njeri që unë gjithçka që kam brenda e hap me të dhe si për të mirat, si për të këqijat flas çdo gjë. Edhe kam shumë të vështirë të çaj, por emocionet bukura. Realisht kur bëhet fjala ajo dhe bëhet pjesë ajo në ndonjë gjë unë çaj gjithmonë. Dhe i kam thënë kur kam qenë e vogël që shpresoj dhe që do më jepet ndonjëherë mundësia që ta them publikisht që je njeri më i mirë në botë. Dhe jam shumë krenare që të kam në jetën time. Pavarësisht shumë goca nuk kalojnë mirë me njerëkën e tyre, por realisht unë kaloj shumë bukur dhe ju premtoj që nuk është vetëm për televizion, realisht kalojnë bukur dhe njerëzit që na ngjofin e dinë dhe du shumë. Jo saknade. Mes tjerash, Gjeneta tha se nuk është në një lidhje dhe partnerin do ta donte shqiptar për hatër të babait të saj.
Jeta ime personale, unë kam afër 3 vite që jam single dhe për momentin nuk jam as në njohje, as në lidhje, sepse nuk është qëllimi im. Besoj që ajo vjen automatikisht vetë, nuk është që e lypëm. Janë problemet janë shqiptar? Jo, s'është, me qenë djalë shqiptar është edhe më mirë se ne shqiptar jemi, por thjesht s'ka ndoshta mashkulli i duhur dhe momenti i duhur. Unë ishte dashurin, e kam pas jo shqiptar dhe familja ime më ka përkrahur këtë pjesë, kështu që s'kam diçka kundër, por dua t'ja plotësoj babit dëshirën që t'jetë shqiptar.